Ka njerëz që nuk përfaqësojnë vetëm veten, por mbartin me vete historinë, dijen dhe dinjitetin e një vendi të tërë. I tillë është edhe Sadik Emroja, me origjinë nga Kërçova, i cili është sociolog, gazetar, studiues dhe një zë i respektuar në hapësirën shqiptare dhe më gjerë. Me arsim të lartë universitar në Prishtinë, Zagreb dhe Shkup, e me titullin doktor i shkencave sociologjike, ai ka ndërtuar një rrugë ku dia dhe përgjegjësia ecin paralelisht. Si gazetar, redaktor dhe autor emisionesh dokumentare, zëri i tij është dëgjuar në media vendore dhe ndërkombëtare, duke përfshirë edhe atë të Deutsche Welle, duke përfaqësuar çështjen shqiptare me guxim dhe profesionalizëm. Si profesor universitar dhe studiues, ai ka kontribuar në edukimin e brezave të rinj dhe mbi 30 konferenca shkencore brenda dhe jashtë vendit. Por mbi të gjitha, Sadik Emroja ka qenë gjithmonë ambasador i vlerave njerëzore. Në vitin 2024, ai u nderua me titullin ambasador i paqes nga Ambasada Univerzale e Paqes me seli në Tiranë. Kjo një dëshmi e rolit të tij në ndërtimin e dialogut, paqes dhe mirëkuptimit. Për kontributin e tij të shumëanshëm për përfaqësimin e vlerave tona në arenën akademike, mediatike dhe shoqërore, Shoqata Votra e nderon Sadik Emron me çmimin e ambasadorit të identitetit kërçovar për vitin 2025.